Betejë mes Firma VIP dhe Big Brother VIP Albania po zhvillohet më fort se kurrë dhe këtë herë gjithçka po matet me shifra. Debati shpërtheu pasi Arbana Osmani ripostoi në Instastory një grafik nga Google Trends, ku tregoi se Firma VIP po dominon kërkimet në YouTube. Fraza "kërkimet nuk blien" u interpretua menjëherë si një mesazh i drejtpërdrejtë ndaj rivalëve. Por çfarë tregojnë realisht shifrat? Primi i parë i Firma VIP arriti rreth 420.000 shikues live, një nisje shumë e fortë për një format të ri. Megjithatë, videoja e plot ka grumbulluar rreth 3 milion klikime, një shifër që për shumë ndjekës duket më e ulët krahasuar me audiencën live. Në anën tjetër, Big Brother VIP Albania vazhdon të tregoj forcën e tij. Primet e tij zakonisht kalojnë mbi 2 milion shikime vetëm një ditë pas transmetimit, duke dëshmuar një audiencë besnike dhe të konsoliduar ndër vite. Ky disproporcion ka ndezur diskutime të forta në rrjet, ku disa aludojnë për klikime të dyshimta, ndërsa të tjerë mbrojnë suksesin e formatit të ri. Ndërkohë, Firma VIP po fiton terren me momente virale, sidomos nga fermerja Moza Ahmeti, dhe me një produksion që ka sjellë një frym të freskët në ekran. Gara mbetet e hapur. A do ta mbajë ritmin Firma VIP, apo VIP do vazhdoj dominimin? Kush mendoni se po fiton këtë betejë?